shkëlqon shpirtin dhe pasuron shëndetin. Aparati tretës. Sistemi i tretjes i përbër prej elementesh dhe organesh të rëndësishme, si goja, gjëndrat e pështymës, gjuha, ezofagu, trakea, stomaku, zorët, mëlçia dhe pankreasi, funksionon në nivel kompjuterik. Ky sistem, që drejtohet automatikisht, dëmtohet si pasojë e punimit 24 orësh, shpesh edhe si pasojë e nervozizmit dhe ushqyerjes së gabuar. Me anë të agjerimit, sistemi i tretjes bën pushim 1 muaj në vit. Efekti mrekullueshëm i vërtet i tij duket mbi mëlçin. Përveç detyrës si organ i sistemit të tretjes, mëlçia ka edhe 15 funksione të tjera. Prandaj, pëson një konsumim dhe dëmtim të vazhdueshëm, dhe sekrecioni i lëngut biliar mund të shkaktojë tek ajo problemin e cënimit të funksioneve të tjera. Gjatë kohës së agjerimit, mëlçia pushon 4 deri në 6 orë. Format e dietave të tjera veç agjerimit, për shkaqe dhe më sipërme, nuk janë të mjaftueshme për pushimin e mëlçisë, sepse dhe sikur 10 gram lëndë ushqimore të futet në trup, i gjithë sistemi i tretjes vihet në lëvizje. Mund të thuhet se në sajt të agjerimit mëlçia pushon. Ndihma tjetër e agjerimit për mëlçin është me anë të kimisë së gjakut. Një nga detyrat më të rëndësishme të mëlçisë është mbajtja në ekuilibër e lëndëve ushqyese të marra dhe atyre të djegura. Për shkak të mosmarrjes së lëndëve ushqimore gjatë gjithë ditës në kohën e agjerimit, mëlçia qetësohet dhe në punën e saj për depozitimin e lëndëve ushqimore. Dhe gjatë këtij qetësimi, ajo përgatit globinat që kanë rëndësi jetësore për trupin. Kështu, sistemi ynë mbrojtës fuqizohet. Dhe stomaku përfiton plotësisht prej agjerimit. Ai lëshon lëngjet e tretjes në mënyrë të kushtëzuar. Prandaj, gjatë agjerimit, megjithëse gjendrat janë plot, në stomak nuk ndodh grumbullimi i acidit tretës, sepse në çastin kur bëjmë mjet, pra vëmë si qëllim të agjerojmë, lëshimi i acidit tretës ndalon. Muskujt e stomakut dhe qelizat e gjendrave me sekrecion të brendshëm bëjnë pushim gjatë gjithë Ramazanit. Stomaku i shëndosh e pa ndonjë dëmtim, në iftar bën një tretje të suksesshme. Edhe në zorë, agjerimi shkakton pushim si për sekrecionin e lëngjeve, ashtu dhe për punën e muskujve. Në endodermën e zorëve janë pllakat Peyer, që janë pjesë e sistemit tonë qendror të mbrojtjes. Me anë të agjerimit, në këto pllaka bëhet një revizion i vërtet. Kështu, ne bëhemi më të qëndrueshëm ndaj të gjitha smundjeve që kalojnë nëpër sistemin e tretjes. Agjeroni që të jeni të shëndetshëm. Ramadan